Një incident i rëndë është regjistruar në qytetin e Sarandës, ku oficeri i policisë Mihal Velço është përfshirë në një konflikt fizik me disa persona, të cilët dyshohen se kanë sulmuar për shkak të detyrës së tij. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi në lagjen numër 3, teksa oficeri po lëvizte me motor. Fillimisht ai është ofenduar dhe kërcënuar nga një grup personash, ndërsa më pas situata është përshkallëzuar në një përplasje fizike mes palëve. Pas marrjes së njoftimit, policia e Sarandës organizoi një operacion të gjuhëkontrolli në të gjithë qytetin, i cili zgjati deri në orët e para të mëngjesit. Gjatë aksionit u ushtruan kontrolle në banesa, lokale dhe ambiente të tjera publike, ndërsa disa persona u shoqëruan për të marrë në pyetje. Burimet hetimore bëjnë me dije se autorët e dyshuar janë identifikuar dhe janë shpadur në kërkim, ndërsa hetimet po vijojnë për dokumentimin e plotë rrethanave të ngjarjes. Vetë oficeri Mihal Velço ka deklaruar se nuk ka njohje apo lidhje me personat që e sulmuan, ndërkohë grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, të cilat pritet të ndihmojnë në zbardhjen e dinamikës së konfliktit. Sipas informacioneve paraprake, përplasja ka qenë e shkurtër dhe nuk ka shkaktuar dëmtime serioze, pasi palët janë larguar menjëherë pas incidentit.